shumë krenar që pranu. Zotë jam ngot me të mira rënoft. Severia jona asë not jem për ma shumë. Nënshkruam marrëveshjen ushtarake Korniz me Republikën e Turqisë, si dhe po këtë vit arritëm marrëveshje trilaterale për forcimin e bashkëpunimit të mbrojtjes ndërmjet Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Kemi shumë fishuar bashkëpunimin me Shqipërinë, 20 fishuar me Kroacinë, ndërka që kemi thelluar bashkëpunimin me Mbretërinë e Bashkuar dhe Gjermaninë. Ushtarët tonë janë të pamposhtur e pathyeshëm, kurse sovraniteti shtetëror i paprekshëm e integriteti territorial i pacënueshëm. Të dashur e grup, me betimin tuaj nga sot, po hapni një etapë të re të jetës në shërbim të vendit, dhe di mirë se nuk është e lehtë pesha e uniformës, të cilën e bartni me nderë, por pikrisht përballë vështirësive vlerësohet madhështia e njeriu. Të zgjohesh çdo mëngjes me këtë mision në mendje e me atë pasion në zemër është vërtet fisnike. Është ndjenjë mirë ti përkushtohesh diçkaje më të madhe se vetja. Andaj shmoj lart investimin tuaj shpirtëror, ka dëshmërinë tuaj për t'ju përkushtuar me jetë atë dheu ton, për të siguruar jetën e qytetarëve tanë dhe të ardhmen e rinisë e të fëmijëve, dëshmi kjo e një zemre të fortë dhe karakteri vetmohues. Për fund, dua t'ju uroj diplomimin dhe dijeni se keni përkrahjen e popullit dhe shtetit dhe qeverisë dhe timën gjithnjë e përjetë. E gjithashtu falenderoj. E gjithashtu falenderoj familjarët e juaj pranishëm këtu sot për mbështetjen që ju kanë ofruar e që është e jashtëzakonshme për shkak se pazavendësueshme. Uroj që të jeni me shëndet e me forcë për krejtat dheun ton në çdo kohë. Gëzuar e qofshi gjithmonë faqetor. Gati për betem! Betem të nënish! Se do të jemi përkushuar! Dhe do të qëndrojë president Republikës së Kosovës! Se do të binde urën! Për presidentin e Republikës së Kosovës! Dhe grave të mene pajtim e ligjit! Dhe të të kryen të tyra të mija me zërë dhe autoritet. Betohet sërënish se do të zlataj Konstitutën e Republikës së Kosovës. Do të shërkaj popullin nga zërë tim. Dhe të mbrojtën e tyre nuk e të kësaj asjetë të dhije. Betohet! Kush diplomoi për i familjes tonë? Djali. Djali. Çfarë ndjenje ke kur e dha betimin? Mirë shumë. Shumë djerën pa përshkrume. Se na dhe si familje e kena uniformën marak. Kena dhe uniformën marak na krejt. Tash djali e vazhdoi. Tash djali ka vazhdu, po na në familje gjumshiti që ka e na 11 veteran. Luftës vetëm me një invalid. Prej nga veni? Po shotit Libisht komuna Vitinës. Kështu që edhe gjallë. Kështë thot krejt këtyne trive që sot e kanë marrë rrugën që e kanë marrë djali? Në vesh ne ta vazhdojnë. Ne ta vazhdojnë, me krenarinë ta vazhdojnë. Ne dije që vajni do sakrificë, do punë, do mund, po me gjithat javlin.
normal, një knaci e veçantë ke, se unë edhe babën edhe vllahën i kam dëshmuar. Të djalin e vllavët edhe ku babën e ka pas ushtar, ushtri çlirimtare të Kosovës, më në fund edhe ky, veç që djali e ka, po në vullnetin e kena pas gjithë në ushtrinë çlirimtare të Kosovës, edhe jam shumë krenar që pranu E pas ka vërdu rrugën e babës e babgjyshit e të migjës e ranë. Ata, se babgjyshi edhe migja janë vra. Bile vllavi jam, ha ke përjo që vra me Laskutën, edhe me Antigonë e Fazlinë. Dhe nga vini jo? Prej komunës Drenovsit, fshatit Verbëft. Naci e veçantë tjetër. Çka ju kështë thonë krejt shtynë e trive që e kanë morë rrugën si djali vllavët tash? Ju kësha thonë, me konë krenar, me shërby atë dhejët, tjetër s'di shka. Shumë bukur, mrekullueshëm. Kënaqësi. Ma s'ka ku shko ma mire, ma bukur. A ka pas dikush në familjet juaj ma herët këtë rrugë të shtrit? Dem baba dem. Jo, këtë është gjenerata me porta, mas 1999 vjetëve, arritëm këtë qëllim që ku kemë zëtë. Çka ju kështë thonë krejt shtynë e trive që e kanë morë këtë rrugë? Të në triva, zotë jam ngotë me të mira, rënëft, severia jonë, asë jatë jemë për ma shumë.